Do më thëmë, po shikoj nga kolegët... Jo, unë ju falenderoj Endre, di pse të gjithë. Të lash, po... Unë e kuptoj çdo njëri prej zotrinjve këtu, është interesuar për të dëgjuar ç'ka ndodhur. Dhe unë po ju them çfarë ka ndodhur. Çfarë ka ndodhur. Okej, atëherë, të japim dhe një variant... Një gjë tjetër. Çfarë është? Të nxjerrësh një vendim qeverie për në mes të fushatës, për të dhënë 100 euro çdo pensionisti. A është blerje vote? 750.000 pensionistë, nuk jam shumë i sigurt tek numri, në Shqipëri ju dha nga 100 euro me vendim qeverie. Çfarë është? Është blerje vote me vendim qeverie. Të falësh 2 ditë para zgjedhjeve, rreth 100 mijëra gjoba. Çfarë është? Është blerje vote me vendim qeverie. A është apo s'është? A këto ja pra. Tani, nëse ju më thoni që opozita duhet të mbyllë syt para kësaj, jo miq. Opozita nuk i mbyll syt. Një sekond vetëm. Opozita ka një mision. Votën e lirë. Dhe këtu ne nuk ndalemi nasi dhe thani. A dini gjë ju bëj një pyetje. Që do shkosh deri në fund pjesës parë? Edhe këtë dhe marrova. A dini gjë ju miq? Kush u shpjegon për jush? Ai vendimi që erdhi nga antimafia italiane për troplinët. Pse u mbajt 20 ditë nga Altin Dumani dhe 40 ditë nga Irena Gjoka pa u zbatuar, sepse duheshin mbyll zgjedhjet. Shefi antimafias italiane tha për përkthim, çështje përkthimi, fatë përkthimi, dhe ja ka thënë syrit. Po e kam cituar e kisha djem program. Sepse shefi, neve, unë kam qenë shtetari këtij vendi dhe unë e di këtë. Dhe për koincidencë kam qenë ministri i brendshëm. Mos u ngut. Nuk po ngutem, po them çka thënë. Jo. Mund t'i hajnë spaku disa ditë, por GKK-ja nuk ka nevojë t'i hajë as ditë. Prit mos u ngut. Tani më thoni pse? Sepse duhet të mbaroshin zgjedhjet. Ishin flet arreste të prera dhe shumë. Dhe mund të arrestoheshin dhe pastaj përktheheshin dhe u bëj akuza. Po, pse ishin flet arreste të prera? U mbajtën sepse duhesh. A mund të më thoni, a e dini ju që Suel Qela, i cili në Elbasan, teorikisht, është në kërkim nga Spaku se ka flet arrestit prej nga Spaku. A e dini ju që ka lëviz në Elbasan, në Librazh, a e dini që në prefektin e ka rrahur me dorën e vetë, si pas informacioneve që kemi në Librazh. A e dini ju që ka lëviz në gjithë qarkun, me ushtri, dhe gjithë qytetarët e qarkut e Elbasanit e shifnin, dhe e dinin, ndërsa, jo është policia, nuk e shifte policia, por po se e shoqëronte dhe e mbronte. Dhe jo, Spaku nuk e shifte. Në urdhër arresti ishte i prer, por nuk e shifte Spaku. Pra, çfarë ishte kjo? A më thoni ju? Më thoni ju? Ila, do të thuash diçka apo të jap një material që t'jap panën tjetër të historisë. Okej, atëherë po t'jap material në rregull. Këtu i tha gjithë argumentet zonë.